Zbardhen detaje nga vrasja në Ksamil ishte truproja jon, flasin shtetasit turq që fshehën në bagazh autorin. Të tjera detaje mësuar nga ngjarja tragjike që tronditi Ksamilin mëngjesin e kësaj të marte, ku një turist portugez u masakrua me thik nga 29 vjeçari Sokrat Vata. Burime për mediat bëjnë me dije se vetë autori i kësaj ngjarje ka vendosur që të kyç gojën para grupit hetimor, duke mos dhënë asnjë deklarat parajtuesve. Ndërkohë, në kuadër të hetimeve janë marrë në pyetje dy shtetas turq, të cilët u kapën bashkë me Vatën teksa po tentonin të largonin atë nga vendi i ngjarjes. Në pranit përkthyesve, ata kanë dhënë versionin e tyre mbi marrëdhënien me 29 vjeçarin dhe momentet pas konfliktit. Sipas dëshmisë së tyre, dy shtetasit turq ishin klient të rregullt të lokalit Principotes dhe kishin krijuar një marrëdhënie shoqërore me Vatën. Ata kanë deklaruar se paguanin 29 vjeçarin për shërbime sigurie si bodyguard dhe shoqërues personal. Për parajtuesve, shtetasit turq kanë mohuar çdo përfshirje në ngjarjen kriminale, duke sqaruar se morën Vatën automjet për shkak të marrëdhënies shoqërore që kishin me të. Ishin miq dhe shoqëruan për shkak të miqësisë, mësohen të kenë thënë ata në deklarat. Nga ana tjetër, grupi hetimor ka marrë në pyetje dhe shokët e viktimës, të cilët kanë dhënë detaje mbi mënyrën se si nisi konflikti dhe momentet që i paraprin goditjes fatale. Sipas dëshmisë së tyre, sheri dyshohet të ketë nisur brenda ambienteve të lokalit pas ngacmimit të një vajze. Situata më pas është përshkallëzuar duke përfshirë disa persona të cilët janë përleshur me njëri tjetrin. Në përpjekje për të qetësuar situatën, kanë ndërhyrë edhe punonjësit e sigurisë. Në këtë moment, 20 vjeçari portugez Luis Miguel Varela Mendes dyshohet se është futur në mes të konfliktit me qëllim ndarjen e personave të përfshirë në përleshje, por ndërhyrja e tij ka përfunduar në mënyrë tragjike. Varela është goditur me thik duke marrë plagë të rënda dhe fatale. Sheri nisi për ngacmimin e një vajze, në konflikt u përfshin disa persona. Luis Varela u fut për të shuar konfliktin, mësohet të ketë thënë ata.